Duke treguar për rrjetin e infrastrukturës nëntoksore që është instaluar në mjedisin brenda bllokut të pallateve të rrugës Marinbe që kemi Degzimi Sarreç, drejtuesi dhe specialistët e punimeve theksojnë se u është kushtuar vëmendje veçantë zbatimit të parametrave teknik, pasi janë procese që bëhen për një afat të gjatë. Rekonstruksioni i këtij mjedisi është projektuar për ta rehabilituar tërësisht, pasi ishte kthyer në një pellg ujërash dhe duke krijuar vështirësi në lëvizje për qindra familje të këtyre pallateve dhe bizneset e shumta. Faza e parë e punimeve që të bënte me kanalizimin dhe infrastrukturën nëntoksore ka përfunduar dhe tani vazhdojnë punimet mbi sipërfaqe sipas preventivit e përgatitjen për shtrimin me pllaka. Problemi kryesor që paraqitet në këtë rast janë kabllot elektrike në mure përreth, ku po bëhen punime për të cilat kërkohet ndërhyrja e OSHE-s që t'i sistemojnë në një vend tjetër, pasi prezenca atyre është rrezikshme për punëtorët që janë duke kryer punime të gjithanshme. Ky është një problem që OSHE-s i kërkohet të gjejë një zgjidhje tjetër sa më parë, pasi linjat kabllore në këto kushte përbëjnë rrezik serioz për punëtorët dhe qytetarët e këtyre pallateve. Projekti për rikonstruksionin e kësaj zone financohet nga Bashkia Shkodër me rreth 10 milion lekë të reja dhe afat përfundimi brenda 5 muajve, ku nisur nga dita e fillimit të punimeve pritet të përfundojë brenda muajit maj.